Janë pajisje të veçanta në shërbim të kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova, e cila është duke punuar ditën por edhe natën, që nga data 18 prill për të larguar mbetjet e kanalizimit në gypin kryesor në rrugën Nën Tereza në qendër të Gjakovës. Hasan Krasniqi, kryeshef ekzekutiv në këtë ndërmarrje, thotë se kjo ka ndodhur pasi një kompani që është duke ndërtuar ka prekur gypat e kanalizimit. Gjatë mbushjes së betonit, betoni ka dëpërtu prej shaktës deri në shaktën tjetër, që është një distancë mbi 40 metra. Përveç se ka dëpërtu në pjesën jugore, ka shkon kolektori kryesor, mbushja me beton ka bërë që edhe në pjesën e pasme të dëpërton betoni. Po ashtu edhe në anën anësore nga ndërtesat e bankës këtu. Të gjitha këto kanë bërë që të ndërprehet komplet përcjellja e ujit ose kolektorit kryesor të ujnave të zeza për në impiantin e qytetit. Me të dëgjuar, ekipet tona kanë dalë në teren, mirë po ka qenë pamundshme me teknikën që kemi që të thithet betoni prej gypit. Krasniqi gjithashtu thotë se kjo punë është duke bërë me qëllim të thyerjes së betonit që është futur në kanalizim dhe po ashtu kanë kontraktuar kompaninë që të shpëtojnë rrugën e asfaltuar e cila është në qendër të qytetit. Gypi 350 komplet është i mbushur me beton. Tashti, pajisja speciale ose roboti grës me kokën e diamantit shkon duke dhënë betonin kujdesshëm dhe duke nxjerr mbetjen. Deri sot besojmë që ky 40 metrash veç është dëpërtu, kanë mbetë edhe 2-3 metrat e fundit për pastrim. Mandej do t'i kthejmë pjesës së pasme, se kur është fry shakta edhe nga ana pasme është mbush betoni. Masit kryet edhe ajo, mandej bëhet pastrimi edhe një herë prej shaktës në shakt dhe besojmë që shpresojmë që brenda 3-4 ditëve edhe do të kryet puna. Ai thotë se fatura për dëmet e shkaktuar dhe kostoja e shfrytëzimit të pajisjeve do t'i dërgohet kompanisë që është duke kryer punimet. Kemi bisedu edhe me punëkrysin, këto punë zhvillohen dhe procedurën mandej masit kryet puna. Normal që gjithkush sipas rregullit duhet ta pranon pajin e vet. Për këtë problematikë kemi kontaktuar edhe kompaninë ndërtuese të cilët me një përgjigje me shkrim kanë pohuar. Kur kemi marrë pëlqimin nga KRU Gjakova, nuk jemi informuar që ka gyp të kanalizimit në atë pjesë, e me këtë mos informim nga ana e tyre na ka kushtuar neve si kompani me prishje të imazhit dhe po të kishim informacion ne do të bënim kujdes maksimal siç ka ndodhur gjithmonë.